Partia Demokratike ka organizuar një aktivitet madhështor me rastin e 23 vjetorit të ditës së themelimit, që përkon edhe me 23 vjetorin e lëvizjes studentore të dhjetorit. Koncerti festiv me moton Festojmë Lirin, ku i pranishëm ishin kryetari Lulzim Basha dhe ish kryeministri Sali Berisha, fillimisht u hap me performancën e disa prej këngëtarëve më të njohur të vendit, me spektator mira të rinj demokrat. Basha gjatë fjalës së tij në këtë aktivitet të rëndësishëm në kalendarin e demokratëve, theksoi se pata të rinj 23 vite më parë, Shqipëria nuk do të kishte lirinë e sotme. Por për kryetarin e demokratëve Basha, kjo jo vetëm që është një ditë festive, por edhe një ditë nderimi për ata dëshmorë të demokracisë, siç ishte Azem Hajdari. Ajo natë vërtet e bardhë, nxorin historinë e Shqipërisë në krye studentët e vijës të parë, nxori Azem Hajdarin, prisin e lëvizjes studentore, kryeherojin e lëvizjes studentore, nxori Azem, ti je gjallë, Azem, ti je gjallë. Ja pse 8 dhjetori, festa e rinisë dhe e lirisë, është një apel dhe një premtim për të ardhmen e çdo shqiptari. Ju, të dashur, të reja dhe të rinj, të qytetit tim dhe të vendit tim, paralajmëruat erën e re të ndryshimit në protestat e muajit nëntor, ku shumë prej jush morën pjesë me jo të shkruara në faqe, në pëllëmbët e duarve tuaja, që ishin jot më të bukura, më të lira, por edhe më të fuqishmet që ka njohur tranzicionit demokratik, që ishin pikëspari, refuzim dhe kundërshtimi prerë dhe i fortë, por dhe shumë shpresdhënës, i shpërfilljes, i injorimit të opinionit publik. Në datën 8 dhjetor 1990, një grup studentësh e pedagogësh të universiteteve të Tiranës, si dhe banorë të qytetit Studenti, dolën në protesta paqësore që sollën rënien e komunizmit dhe lindjen e pluralizmit demokratik. Me lëvizjen u bashkuan pedagog, akademik dhe intelektuale qytetar të Tiranës, si dhe të qyteteve të ndryshme të vendit.